Një ngjarje rënd kriminale ka tronditur Orikumin këtë të premte ku një burr ka vrarë ish bashkëshorten e tij dhe më pas i ka dhënë fund jetës së tij. Sipas policisë, rreth orës 13:30 është marrë njoftim nga urgjenca mjekësore se një shtetase në Orikum është gjetur pa shenja jete dhe me shenja dhune në banesë. Viktima është identifikuar si Sose Xhebroj, 40 vjeçe. Autoritetet dyshojnë se ajo është vrarë nga ish bashkëshorti i saj Llogara Xhebroj, 50 vjeç. Gruaja ishte kthyer së fundmi nga Italia ku jetonte prej disa vitesh për të kaluar pushimet në Shqipëri. Edhe pse çifti ishte i ndarë prej disa vitesh, dyshohet se mes tyre kanë ekzistuar konflikte të vazhdueshme. Pas kontrolleve të ushtruara nga shërbimet e policisë në zonën përreth banesës, në garazh është gjetur i vetë vrarë me armë zjarri edhe autori i ngjarjes. Arma, një pistolet u sekuestrua në cilësinë e provës materiale. Forcat e policisë së Vlorës dhe grupi hetimor kanë rrethuar zonën dhe po kryejnë veprimet procedurale për zbardhjen e plotë të rrethanave të ngjarjes së rënd. Trupat e pajet janë dërguar për ekspertizë mjekoligjore, ndërsa po merren dëshmi nga familjar dhe persona të afërt. Policia njofton se grupi hetimor në drejtimin e prokurorisë vijon punën për dokumentimin e plotë të rrethanave të kësaj ngjarje, ndërsa pistat e hetimit përfshin konfliktet familjare si motiv të mundshëm. Çifti ishte prindi 2 djemve, ndërsa ngjarja ka tronditur komunitetin në këtë fillim viti.